Prokuroria e posaçme SPAK nga kjo e hënë do të ketë një fytyrë të re në drejtim, Klodian Brahon. Zyrtarisht Altin Dumani mbylli detyrën e tij 3 vjeçare duke i pasuar drejtimin e një prej strukturave më të rëndësishme të sistemit në drejtësi, prokurorit special Klodian Braho, i cili u zgjodh disa ditë më parë duke marrë 7 vota nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Në largim, Altin Dumani e ka cilësuar drejtimin e SPAK si një nga kapitujt më sfidues të karrierës së tij. Sot mbyllet një kapitull që ka qenë një ndër më sfiduesit e karrierës time 26 vjeçare si prokuror. Drejtimi i prokurorisë së posaçme ka qenë një privilegj i madh, por edhe një përgjegjësi e jashtëzakonshme. Pas arbenkrajës dhe Altin Dumanit, drejtuesi i tretë i SPAK Klodian Braho, në ceremoninë e marrjes së detyrës, u zotua për respektim të kushtetutës dhe kornizave ligjore. Marrja e detyrës më shumë se një moment simbolik është angazhim për të respektuar kushtetutën dhe ligjin, për të mbrojtur pavarësinë e SPAK-ut dhe për të forcuar më tej besimin e qytetarëve. Misioni i SPAK-ut shkon për te mandateve individuale. Unë besoj se jemi një skuadër dhe të punojmë krah për krah me përkushtim në përmbushje të zotimit tonë ndaj kushtetutës dhe ndaj qytetarëve shqiptarë. Më tej Braho tha se në fokus do të ketë forcimin e prokurorisë së posaçme. Në ushtrimin e kësaj detyre, fokusi im, siç edhe kam përmendur para Këshillit të Lartë të Prokurorisë, do të mbetet forcimi i funksionimit të brendshëm, respektimi rigoroz i standardeve ligjore dhe garantimi i pavarësisë së prokurorëve të posaçëm në ushtrimin e detyrës. Teksa Klodian Braho do të vazhdojë detyrën e drejtuesit të SPAK deri në vitin 2028, në po të njëjtin vit përfundon edhe mandati 9 vjeçar i prokurorit special Altin Dumani dhe për disa prokurorë të tjerë që u bashkuan kësaj strukture që në krijimin e saj.